Nuk do t'i gjoni kur nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re, edhe kur preken personalisht. As lëvdata e himna. Gjykata e posaçme ka vendosur 2 masa sigurie për zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, duke pezulluar ushtrimin e detyrës dhe ndaluar daljen jashtë vendit. Vendimi është marrë nga gjyqtari Erion Çela pas kërkesës së prokurorit Dritan Prençi në kuadër të hetimeve për shkelje të barazisë në tendera publike. Kjo lëvizje e drejtësisë që prek një prej zyrtarëve më të lartë të ekzekutivit shënon një moment të rëndësishëm në kontrollin e përgjegjësisë së funksionarëve publik në proceset e prokurimeve. Pezullimi nga detyra ka për qëllim të pengojë çdo ndikim të mundshëm mbi procedurat në vazhdim, ndërsa ndalimi i daljes jashtë vendit synon të sigurojë që ajo nuk do të aratiset, si pararsi i saj Arben Ahmetaj. Ky zhvillim nuk ka ardhur papritur. Pak ditë më parë, Dita kishte paralajmëruar mundësinë e marrjes së masave të tilla, duke evidentuar ritmin e hetimeve dhe indicjet që ishin mbledhur nga prokuroria. Tashmë ky hap i ri pritet të ketë pasojë të dyfishtë. Nga njëra anë, ai forcon besimin se drejtësia po vepron pa paragjykime me funksionarët e lartë. Nga ana tjetër, ka impakt të menjëhershëm politik, duke krijuar një boshllëk në rolin e saj si ministre, që drejton dikastere kyç me buxhete gjigande. Kjo do ta shtojë presionin mbi Ramën për të menaxhuar situatën pa ndikime në projektet infrastrukturore. Menaxhimi i tyre do kërkojë urgjentisht zëvendësim ose riorganizim të detyrave. Por çfarë pritet të ndodhë më tej? Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.